sot komuna Prishtinës ka pasur nderin dhe privilegjin që të ketë musafir ish kryetarin e qytetit të Antwerpit nga Belgjika, gjithashtu profesor në Universitetin e Antwerpit, cilët së bashku me Universitetin e Prishtinës profesor nga Fakulteti i Arkitekturës, Drejtoria e Urbanizmit, Drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, pas një punëtori rreth të zhvillimit strategjik të qytetit dhe mundësive që mund të ketë një qytet të rikrijojë hapësirën publike, në funksion të qytetarëve të saj, në funksion të mirës së përgjithshme, dhe kemi pas, besoj, një punëtori e cila është vetëm, si më thonë, një nga shumë ato që do i kemi në 4 vitet e ardhshme sa i përket mënyrës se si do e zhvillojmë qytetin e Prishtinës, mënyrën se si do ja kthejmë qytetin qytetarëve, pra se si qyteti të bëhet një e mirë për bashkët, cilën e zhvillojmë së bashku, cilën e mirëmbajmë së bashku dhe për cilën përkujdesemi gjithë së bashku. Komuna e Prishtinës me këtë rast dëshiron të falenderoj edhe shefin e zyrës belge, i cili ka mundësuar që të kemi një organizim të tillë, po gjithashtu edhe kryebashkiakun e Antwerpit, i cili ish kryebashkiakun e Antwerpit, i cili ka qenë sot këtu me ekipën e vet, drejtorin e urbanizmit të qytetit të Antwerpit, i cili ka krijuar një përshtypje shumë të mirë, duke na prezentu vizionin e Antwerpit dhe zhvillimet që janë bërë atje për 10-15 vitet e fundit dhe mënyrën se si është rikriju Antwerpi si qytet. Dhe besoj këto janë mësimet të mëdha për ne si qytet, mësimet cilat duhet me shumë modesti t'i pranojmë dhe cilat besoj ne janë në të mirën e zhvillimit të përgjithshëm të kryeqytetit të Republikës së Kosovës. Lejoni që t'ja lodh fjalën tash ish kryebashkiaku të Antwerpit. Thank you. It was a great pleasure for us and an honor to be here and to participate in the workshop. Ishte një kënaqësi See what the new visions are for të parë vizionet. We were really impressed by the ambition of the new local government and especially the ambition to create more qualitative public space here in Pristina. Impresionuar nga qeveria e re dhe ambicia e tyre për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Because we have seen in our city as well that public space is maybe the most valuable thing that citizens share all together. It belongs to all of us, so we should all together take care of it. Sepse kemi parë se hapësirat publike janë një prej hapësirave më të rëndësishme në një qytet dhe janë hapësira që na takojnë të gjithëve dhe për të cilat duhet të kujdesemi të gjithë së bashku. And you can easily see in places in cities where public space is taken seriously that people come together there, spend more time there, and the quality of life in the city is advancing. Let mund të vërehet se në vendet ku qytetarët kujdesen për hapësirat e tyre publike, vetë qytetarët janë më të shoqëruar dhe më të bashkuar në jetën e tyre. It was very interesting for us to stimulate the discussion here together with the people from the city administration, the architects, the people from the university. Ka qenë shumë e rëndësishme për neve që të stimulojmë një diskutim në mes të palëve të ndryshme të organizimit të qytetit. And we have the feeling that we have met a very competent, young and inspiring team here that are really determined to make Pristina an even better place to live. Dhe kemi qenë të impresionuar nga determinimi dhe ambicia qeverisje së re për të bërë një qytet më të mirë. And we hope to come back here and to see whether there's any way we can assist in thinking more about how Pristina could develop in the future. Shpresojmë që do të kthehemi prapë dhe të ndihmojmë të shohim mënyra se si mund të ndihmojmë për të pasur një almërim më të mirë për Prishtinën. Thank you. Faleminderit.